Mjekja e njohur do ju befasoj. Ky gabim që bëni me fasulet mund t'ju kushtojë jetën. Edhe pse të lira të lehta për t'u përgatitur dhe ofrojnë shumë përfitime shëndetësore, fasulet gjithashtu mund të shkaktojnë probleme të caktuara. Fasulet përmbajnë aminoacide që janë bloqe ndërtuese të proteinave që trupi përdor për të lehtësuar dhe krijuar rindet e reja, si kockat, muskujt, flokët, lëkura dhe gjaku. Ka shumë lloje të fasuleve, si fasulet të zeza, të bardha, të kuqe dhe gjithashtu. Ato mund t'i blini dhe t'i gatuani në mënyra të ndryshme, si të përpunuara, të thata në turshi, të konservuara e të tjera. E ndërsa shumica e njerëzve lavdërojnë, ka disa gjëra që nuk i dini për përfitimet e fasuleve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Veganët dhe vegetarianët shpesh mbështeten te fasulet e zeza, thjerza dhe lloje të tjera të bishtajave si burime kryesore të proteinës. Megjithatë, dietistë si paleo dhe keto i shmangin plotësisht fasulet sepse ato përmbajnë në përbërës të diskutueshëm të quajtur lektina. Ka dhe lloje të ndryshme të fasuleve, ndërsa qiqrat, fasulet e marinuara dhe shumë të tjera janë një burim i mirë i vitaminës B. Shumica e amerikanëve konsumojnë fasule të konservuara, plot me aditiv dhe pa lëndë ushqyese të dobishme, citon Katie Wells për Wellness Mom. Por cilat janë përfitimet shëndetësore të fasuleve? Shumë lëndë ushqyese janë të mbushura me këtë kokër modeste, prandaj fasulet janë të pasur me fiber dietike, një burim i madh i proteinës dhe përmbajtjes së vitaminave si folati dhe hekuri. Gjithashtu zakonisht sjellin pak yndyrë dhe përmbajnë pak kalori, kështu e bëjnë atë një përbërës kryesor në dietën mesdhetare dhe një dietë të bazuar në karbohidrate. Për më tepër, fasulet mund të jenë më të mira për zemrën. Një studim zbuloi se fasulet pinto në veçanti ndihmojnë në uljen e kolesterolit LDL, duke reduktuar kështu riskun e sëmundjeve në zemër. Një studim tjetër zbuloi se konsumi i fasuleve të pjekura ndihmon në reduktimin e faktorëve të riskut për diabetin e tipit 2, ndërsa studime të tjera zbulojnë se ngrënia e fasuleve mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacioneve në zorrën e trash. Nëse po përpiqeni të humbisni në peshë, lajmi i mirë se një studim tjetër zbuloi se konsumi i fasuleve lidhet me perimet më të ulta të belit, peshën më të ulët trupore, madje edhe në presionin më të ulët të gjakut. Pra para se të përfshini ato pothuajse në çdo vakt tuaj, duhet të studioni dhe të kuptoni anën tjetër. A mund të jenë fasule të pashëndetshme? Problemi më i madh me fasulet është se ato përmbajnë lektina, të cilat janë të pranishme në sasi të mëdha edhe të drithërat. Lektinat kryesisht veprojnë si gjemba në shkurret e trëndafilit, një masë mbrojtëse për bimën. Sigurisht, ato nuk e dëmtojnë lëkurën si gjembat, ato stimulojnë sistemin tretës duke e sulmuar atë. Stephen Gundry, një kirurg i njohur dhe autori The Plan Parodontoxo Wellness Mom, shpjegoi këtë në këtë mënyrë. Lektinat janë proteina ngjitëse bimore dhe bimët i dizajnojnë ato si një mekanizëm mbrojtës kundër konsumit. Kjo bimë nuk dëshiron të hahet, kështu që një nga mënyrat që mund të luftojë njerëzit ose kafshët e tjera duke e ngrënë ato është prodhimi i të përmendurit lektinat, të cilat pëlqejnë të lidhen me disa molekula të sheqerit të ne. Tani këto molekula sheqeri më pas shkojnë në muret tona gastrointestinale, në enët e gjakut dhe në kyçet tona dhe vendosen atje. Pasi në këtë mjaft prej tyre mund të shkaktojnë thyerje të barrierës. Ato janë gjithashtu një shkaktar kryesor i artritit, sëmundjeve të zemrës dhe shumë sëmundje autoimune. Kjo është një arsye pse drithrat, fasule dhe ushqimet e tjera që përmbajnë lektin nuk mund të hahen të gjalla. Në fakt, golltitja e çdo cope të pagatuar të fasules mund të shkaktojë të vjella dhe probleme me tretjen. Një problem tjetër me lektinën është se ato mund të kontribuojnë në obezitet dhe diabet. Por si të reduktoni lektinat te fasulet dhe drithrat? Fermentimi, njomja dhe gatimi në një tenxhere ekspres janë në mënyrat më të dobishme për të reduktuar lektinën, por mbani në mend se asnjë nga këto metoda nuk do të heqë plotësisht lektinën. Por si të njohim fasulet? Mënyra më e lehtë për të hequr lektinën para gatimit është të njohni fasulet e thata gjatë natës.
Për rezultate më të mira, mbuloni fasulet plotësisht me ujë të ftohtë në një tenxhere dhe shtoni pak sodë buke për të neutralizuar më tej lektinat. Veçanse lektinat do të lëshohen në ujë, përpiquni të ndryshoni tretësirën e njëmur të paktën një herë ose dy herë. Por si të fermentoni fasulet? Filloni duke i shpëlar dhe i lagur, më pas i vendosni të ziejnë për të paktën një orë. Më pas shtoni erëza si hudhra, piperi dhe kripa dhe disa nga kulturat, siç është kosi ose të tjera që mund t'i blini në dyqan. Vendosini në një kavanos, i hapni me kujdes kapakun dhe gjithashtu e përzieni vazhdimisht. Kjo është një mundësi shumë e mirë për të larguar lektinën e cila mund të shkaktojë edhe fryrje të stomakut. Fasulet janë ndër ushqimet më të dobishme dhe një burim kryesor i proteinës, si dhe një ushqim që i takon kuzhinës tradicionale. Fasulet janë një bimë njëvjeçare nga familja e bishtajave, të cilat posedojnë shumë përbërës ushqyes, prandaj edhe duhet të jenë pjesë përbërëse e ushqimeve tona. Nutricionistët theksojnë se fasulet janë ushqim kalorik dhe se në 100 gram fasule do të gjenden 280 deri në 310 kalori. Fasulet janë një burim i rëndësishëm i materieve ushqyese biologjike, prandaj mesatarisht 100 gram fasule përmbajnë rreth 52 gram karbohidrate, 26 gram protein, 2 gram yndyrë, 4 gram fiber, aminoacide esenciale, fosfor, kalcium, kalium, magnez dhe ekur. Gjithashtu ato renditen si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe reduktimin e problemeve të tyre. Fasulet përmbajnë më shumë proteinë se sa të gjitha bimët e tjera. Vetëm një tas me fasule ofron 1/4 e proteinës për të cilat kemi nevojë për çdo ditë. Fasulet përmbajnë edhe vitamina të shëndetshme për zemrën, gjithashtu ato përmbajnë vitaminën B, hekurin dhe kalciumin. Po ashtu konsiderohen si një pastrues natyral sepse kalojnë nëpër zorr dhe kanë aftësinë të eliminojnë kolesterolin, ashtu si edhe sëmundjet e zemrës. Gjithashtu, ushqimet me një dietë të lartë me fasule mund të jenë në gjendje të ndihmojnë në uljen e gjasave kundër radikaleve të lira. Fasulet, një përqindje të lartë të numrit të kimikateve, janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë kundër këtyre problemeve siç janë radikalet e lira. Fasulet ndihmojnë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vetëm një shërbes e vogël me fasule mund të kryejë një punë të madhe sa u përket fibrave. Fibra është element i rëndësishëm për humbjen e peshës pasi që zgjat procesin e tretjes. Kjo ndihmon për të pasur edhe një presion më të lehtë në periudhën e gjatë kohore. Fibrat e fasules shkaktojnë që sheqeri në gjak të rritet më ngadalë, duke ndihmuar që të largohen edhe brejtja nga uria për një periudhë më të gjatë kohore, ndërsa edhe sigurimi i energjisë. Fasulet ndihmojnë gjithashtu edhe kundër luhatjeve të sheqerit. Fasulet mund të përshkruhen si një ushqim i preferuar i diabetikëve. Për shkak të kombinimit të tyre unik të proteinave dhe karbohidrateve komplekse, fasulja liron glukozën më ngadalë, duke e bërë më të lehtë për trupin e një diabetiku që të rregullojë këtë fluks. Për këtë arsye, një dietë e lartë me fasule ndihmon një diabetik, sidomos kur krahasohet me nxitjen e papritur të sheqerit që është përjetuar pasi ta hahet një vakt me karbohidrate të thjeshta. Fasulet ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Përveç kësaj, për të qenë një burim i madh i proteinave, fasulet janë të njohura mirë për përmbajtjen e lartë të këtyre vetive që janë vendimtare për shëndetin e mirë. Fibrave. Shumica e njerëzve nuk marrin fibra të mjaftueshme në dietën e tyre për të siguruar një shëndet më të mirë të zorrëve. Një dietë e lartë me fasule ndihmon për të korrigjuar këtë. Përveç kësaj, fasulja është vendimtare në kontrollin e niveleve të kortizolit. Ullëntimet kanë zbuluar që 1/2 e pjesës së fasules ofron rreth 10 gram fiber. Kjo është e njëjta shumë që ka treguar për të ulur nivelin e kolesterolit LDL dhe rreth 10%. Përveç kësaj, fasulet janë të larta në fitosterole dhe saponine, të cilat janë të njohura edhe për uljen e niveleve të kolesterolit. Fasulet janë në burimet ndër më të mira të proteinës të bazës bimore. Kjo i bën ato një ushqim të vlefshëm për vegetarianët dhe veganët, si dhe një opsion të qëndrueshëm në marrjen e proteinës. Prandaj konsumi i tyre si duhet dhe brenda normës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për trupin dhe shëndetin tuaj. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.